Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin e radhës së Institutit të Kosovës për Drejtësi. Sot do të flasim për gazetarinë si profesion. Për të bashkëbiseduar këtë temë, kemi të ftuar Hyrie Mehmetin, asistente e angazhuar në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Hyri, faleminderit që pranove ftesën për të qenë pjesë e këtij bashkëbisedimi. Faleminderit për ftesën. Të flasim pak për studimet e gazetarisë. Gazetaria çdo ditë po ka ndryshime, evolime. Po studimet si janë zhvilluar? A ka ndryshime nga koha kur ju keni qenë studente dhe tani kur ju jeni asistente në këtë fakultet? Po, faktikisht ka shumë ndryshime. Studimet bachelor i kam fillu në vitin 2011, kështu që është goxha një kohë e gjatë prej asaj se çush kanë qenë në atë kohë dhe çush janë tash. Dallimi është që në kohën kur kam qenë unë studente kanë qenë shumë në aspektin teorik. Pse po e them kët? Për shkak të mundësive të limituara ose shumë të vogla për të bërë pjesën praktike në kuadër të departamentit të gazetarisë, përderisa sot është shumë e ndryshme. Në kohën time, ne është dashur me shku me gazetë në fakultet, edhe nëse nuk e ke pas gazetën, ka qenë shumë e vështirë edhe me bo analizë të lajmeve, ose ka qenë shumë e vështirë me i përfundu disa prej lajmeve më kryesore që kanë qenë edhe prej cilës ti vetë ke mësuar shumë profesionin e gazetarisë. Nuk kemi pas laborator cilë sot i kanë studentët e gazetarisë tek ne, kurse sot është më ndryshe. Sot shumicën e praktikës mund është me bo gjatë studimeve, është laboratori i medias, cilën normalisht është i pajisur me gjitha ato që ka nevojitën për me përfundu praktikë ndryshme si sot studentë realizojnë emisione informative, edicione informative të plota, është laboratori i radios, kemi laboratorin e podcast, kemi laboratorin e gazetarisë mobile, do me thonë kemi mundësi të shumta që studentët ta bëjnë praktikën gjatë studimeve dhe pastaj kur të dalin në treg, të dalin me një bagazh shumë të madh dhe të jenë shumë të përgatitur për tregun e punës, e që e dim që profesioni i gazetarëve nuk është që ushtrohet thjesht në një medium të caktuar. Me studimet në departamentin e gazetarisë, domethënë mund është me u bë edhe udhëhec i departamentit për media në institucione të ndryshme ose në organizata të ndryshme, që mundësitë e punësimit janë shumë më të mëdha se që kanë qenë gjatë kohës kur kam qenë unë studente. E dim se çdo student, edhe ne kur kemi qenë studenta, i kemi pas dilemat tonë gjatë studimeve. Po sot, cilat janë ato dilema që ju i keni vrejt që i kanë studentët e gazetarisë gjatë studimeve të tyre? Po e them nashta prej aspektit sa shumë bashkëbisedoj me studentë dhe zakonisht kur më bjen për herë të parë me disa studentë që thjesht me pas pasqyrën dhe pse kanë zgjedh gazetarinë si profesion, edhe kanë shumë dilema. E para është nëse është profesioni i duhur që e kanë zgjedh, e që nëse kanë me pas mundësinë që me u kyç lehtë në tregun e punës, po që fatmirësisht në bazë të disa analiza dhe humbtimeve të cilat janë përfunduar për nevoja të brendshme të departamentit, rezulton se rreth 85% të studentëve që përfundojnë studimet bachelor në departamentin e gazetarisë vetë se kyçen në tregun e punës, që është një përqindje shumë e madhe. Normalisht është një numër i vogël i studentëve që nashta e ndrojnë profesionin për arsye të caktuar. Disa migrojnë, disa për shkaqe personale kalojnë në diçka tjetër, kurse tek pjesa e studentëve të masterit janë ata të cilët pothuajse 100% janë në tregun e punës. Po dilemat pastaj gjatë studimeve kalojnë ato duke pa funksionimin sot të mediave në Kosovë, sa kanë me mujt me qenë ose me përfundu detyrën e tyre në mënyrë më profesionale të mundshme. Them kët pa pas politika të cilat mundën me ndërhyjnë në punën e tyre, ose nëse kanë me qenë profesionist, kanë me pas gjithmonë mundësinë me raportu në bazë të burimeve, duke u bazuar në fakte të ndryshme në burime, ose duke u siguruar që nuk po e shkelin etikën gjatë raportimeve të ndryshme. Kështu dilemat janë të njëpasnjëshme, po që po e them kështu shumë sinqerisht së bashku me gjithë kolegët e departamentit gazetarisë, edhe unë mundohemi që vazhdimisht t'ju përgjigjemi gjitha pyetjeve dhe dilemave të cilat i kanë mënyrë që të jenë sa më të përgatitur për tregun e punës. Folel, domethënë, atë që unë deshta të bisedojmë tash për etikën profesionale të gazetarëve në përgjithësi. Më intereson ta di
Si e vlerësoni ju gazetarinë sot dhe qasjen profesionale të gazetarëve në rastet e ndjeshme që sot shohim çdo ditë, qoftë raste të vrasjeve, aksidenteve të ndryshme e tjerë. Se kemi parë që në disa raste të caktuar ka edhe kritika për qasjen profesionale që mediat sot i bojnë këtu në raste. Si vlerësoni ju në përgjithësi këta? Astrid, po them shumë sinqerisht nështë edhe për shkak të përvojës personale, kritikën më të madhe që e kam ndaj mediave ose ndaj gazetarëve të caktuar ose ndaj personave cilët e ushtrojnë profesionin e gazetarit ose gazetarës, për shkak që jo të gjithë cilët e ushtrojnë këtë profesion kanë të përfunduar fakultetin e gazetarisë, që janë kritikat më të mëdha që i kam për këtë çështje, për raportimet ndaj rasteve të ndjeshme. Fatkeqësisht edhe unë kam qenë një prej personave, unë dhe familja ime, që jemi përballë me lajme për shkak të humbjes së një personi shumë të afërt gjatë një aksidenti, edhe normalisht kur është përjetimi personal ai që pastaj të bën edhe më shumë me qenë edhe më e vëmendshme ndaj këtyre raportimeve, po edhe me bashkëndjeme krit persona që preken. Sot është realisht bën shkelje shumë të mëdha, sidomos të etikës, për shkak që nuk bazohen shumë në interesin publik. Nëse një person humb jetën në një aksident ose ndodh një vrasje ose një vetvrasje, pse duhet patjetër me u zbulu identiteti viktimave, pse duhet patjetër me shku me raportu për dhimbjet e familjarëve ose sidomos në rastet kur ka edhe fëmijë të përfshim. Në rastin personal cilën e përmenda, unë kom pas ka qenë 2 natës kur mu më ka dashur me kontaktu me një media, edhe me thonë largon e lajmin ose largon e fotografin për shkak që ka qenë edhe një fëmijë përfshim në fotografi. Kështu që sot është shumë e vështirë me raportu për këto raste, edhe është gjithmonë ajo ndjenja e keqe kur shep që profesioni po njolloset shumë shpesh për shkak të raportimeve të tilla. Mos janë dilemat, mos mediat sot nga interesi ekonomik që kanë përshkeljen edhe përshkeljen edhe profesionin dhe etikën profesionale, sepse ata po tentojnë që të paraqesin para publiku gjëra që mund të tërheqin klikime apo shikime sa më shumë. Faktikisht u bën për interesa ndryshëm. Normalisht është edhe aspekti financiar për shkak që e dim mënyrën e funksionimit të shumicës së mediave në Kosovë. Po janë edhe interesat e tjera personale. Sot jemi në luftë me kohën për me pas lajmin të parët, edhe normalisht pastaj nuk është ajo mundësia që shumë me u ndalë dhe me mendu nashta krejt aspektet profesionale të gazetarisë, a duhet me u publiku një lajm i tillë ose a duhet me u publiku pamje tilla. Na shumë shpesh kemi pa edhe pamje të personave cilët kanë humb jetën derisa kanë ardhur dhe i kanë tërheq trupat e tyre dhe janë publiku pamje të plota, ose kemi pa na i gjykojmë njerëzit në një mënyrë shumë shpesh për shkak të lajmeve cilët bëhen sidomos që janë të përfshim në dyshime për kryer veprave penale, i gjykojmë ende pa ju bërë gjyqje prej gjykatave kompetente, ose i bëjmë fajtor, i bëjmë kriminal ende pa pas një vendim përfundimtar të gjykatave. Bëjmë për shkaqe të ndryshme, mund me qenë interesat personale, interesi financiar, po edhe kjo lufta për me pas lajmin të parët, për me pas atë ekskluzivitetin që pastaj me u kliku edhe ndoshta kur merren prej mediave tjera me u përmend që ka qenë kjo media para e cila ka pas lajmin. Të flasim edhe për një element që vrehet sot, profilizimi i gazetarëve. Nuk është në masën e duhur. Kjo është për shumë arsye, sepse mediat ndoshta nuk kanë kushte financiare që të kenë numër të caktuar gazetarë dhe të i profilizojnë profilizohen për tema të caktuar dhe të përcjellin sektor të caktuar, qoftë shëndetësinë, drejtësinë e tjetër. Edhe kjo vlerësoj që e ka ndikimin e vet që mos të kemi aq gazetari profesionale. Si vlerëson ju këtë dukuri? Kjo është një fatkeqësi. Në momentin që ne nuk kemi gazetarë të specializuar, normalisht që gjasat për me pas gabime gjatë raportimeve janë shumë të mëdha. Meqense edhe jeni pjesë e Institutit Kosovës për drejtësi dhe njiheni shumë mirë me termat ligjor, prej gabimeve më të mëdha të cilat unë i hasin në media janë gjatë raportimeve për raste gjyqësore ose gjatë raportimeve për dyshime për kryerje të veprave penale. Shumë shpesh personave që janë të dyshuar ju referohen si të akuzuar, ose shumë shpesh bëhet ajo ngatresa
lirimi i masës së sigurisë konsiderohet shumë shpesh që është liru prej përgjegjësisë për kryerjen e veprës penale, kur në fakt ende nuk ka nisë edhe gjykime për shkak të dallimit të masës së sigurisë dhe vendimit të gjykatës kur kemi një akt akuz. Kështu që janë terma të cilat ka ngatresat të shumta gjatë përdorimit të tyre, po problemi është pikërisht kjo. S'kemi gazetarë të specializuar. Në momentin që na kemi gazetarë të specializuar të azëm veç në fushën e drejtësisë ose në fushën e shëndetësisë ose fusha tjera, ai gazetar ose ajo gazetare ka me ditë në detaje termat që duhet me u përdor, ka me ditë në detaje zhvillimet, nuk ka me ika se dhe një element për me bo ndoshta edhe një ndërlidhje prej një hulumtimi në hulumtimin tjetër ose prej një raportimi shumë profesional në një raportim tjetër. Që është fatkeqësi, po që të e pas parasysh mënyrën se qysh funksionojnë mediat sot dhe të e pas parasysh numrin e madh të medjave në Kosovë dhe pamundësinë financiare ndoshta për të pas një numër shumë të madh të gazetarëve, detyrohen që gazetarët e caktuar me i mbulu disa fusha. Kështu një gazetar të kulturës na mundemi me pa të raportu për një rast gjyqësor ose mundemi me pa të raportu për një ndeshje futbolle e që është një sfidë shumë e madhe, për shkak që nuk ka njëri që mundet me qenë ekspert i krejt fushave. E vërtet. Kështu, mediat kanë hetë, sidomos teknologjia është zhvillu shumë dhe sot çdo kush mund të bëjë në një formë gazetari dhe të informoj masën përmes rrjeteve sociale e tjerë. Dhe nga ky zhvillim apo teknologjik sot kemi edhe keq informime të opinionit publik, po kemi edhe një gjuhë të urrëties të theksuar. Cila është përgjegjësia e mediave në këtë drejtim? Mediat kanë përgjegjësi të madhe, pikërisht për faktin që nuk është thjesht që media sot veç informon edhe qytetarët kanë mundësi me marrë informata prej medias, po në një mënyrë edhe ndikon në opinionin e qytetarëve, ose e dim që sidomos në Kosovë janë të përdorura shumë mediat sociale, për shkak që media tradicionale pak a shumë përdoret prej një grupi të caktuar të njerëzve, po në fund të fundit na nuk kemi as gazetë në Kosovë tash e sa vite. Kështu që në media sociale na e dim hapësirën që munden me pas qytetarët të komentimeve dhe të shtrembrimeve të mesazheve ose informatave që munden me qenë brenda një artikulli të publikuar prej medias, që në mënyrë do të me pas edhe atë rolin edukues. Fatmirësisht në ditët e sotme shpeshherë qytetarët po e gjejnë veten para dhënies së përgjegjësisë, ndoshta për komentet ose për gjuhën e urrëties që po shpërndajnë në media sociale, e që po i shohim në gjykata aty arsye të ndryshme që nuk e kam ditë që mundet me qenë vepër penale ose nuk e kam ditë ose kam qenë i dehur gjatë momentit që e kam bën një koment të mundshëm. Po që normalisht që është edhe roli i medias që përpas pjesës së informimit me qenë edhe me pas edhe atë pjesën e edukimit të masës për mos përdorimin e gjuhës së urrëties ose edhe media duhet me qenë ato cilat nuk shpërndajnë keq informime ose dezinformata të ndryshme. Të lidhem të kjo pjesa e komenteve që qytetarët bëjnë në lajmet që publikojnë mediat. Për fat keq Kosova nuk ka një bazë juridike ligjore që rregullon përgjegjësinë e mediave në këtë drejtim. Domethënë përgjegjësia e mediave në raport me komentet e personave të tretë. Dhe ju e dini Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bërë dhe ka publikuar raport lidhur me këtë dhe as nuk kem praktikë gjyqësore ku dikush ka padit një media nga një koment që ka bërë personi tretë. Mirë, po Gjykata Evropiane për të drejtat njerëzit ka dhënë një mendim dhe thotë që edhe mediat kanë përgjegjësi në këtë drejtim. Andaj besoj që mediat duhet sa më shpejt ta rregullojnë këtë çështje dhe të menaxhojnë edhe komentet që bëhen në për lajmet që ata publikojnë dhe mos lejojnë komentet që mund të binë ndesh me ligjin. Patjetër, shumë e nevojshme. Flasim pak për besimin e publikut ndaj mediave. Nuk është në nivelin, besoj që edhe ju pajtoni që besimi i publikut ndaj mediave nuk është në nivelin e duhur. Si mund ta fitojnë mediat, ju që jeni si profesioniste, më na tregu si mund ta fitojnë mediat besimin e publikut? Është shumë e thjeshtë, po ndoshta duhet pak kohë edhe është e vështirë që me u bë menjëherë. Mediat duhet me i qëndru raportimit profesional, duhet me i qëndru raportimit të pa-anshëm,
kur them profesional, gjithmonë raportimi që mbështetet në burime të sigurta, në fakte të sigurta. Normalisht është shumë e vështirë, sidomos për qytetarët, me i besu një mediumi ose një lajme cilin nuk shohin emër të një autori ose autorës, cilin nuk shohin as edhe një fakt vetëm ose nuk shohin as edhe burime cilat munden me mbështet ato ase çka thuhet brenda një lajme, po normalisht duke performuar ose duke ushtruar profesionin e gazetarisë në mënyrën më profesionale të mundshme, duke respektuar të gjitha parimet e gazetarisë, duke respektuar etikën, sidomos në raste të ndjeshme ose gjatë rasteve të raportimeve ku përfshihen ta zëm grupe të marginalizuara, cilën ne e kemi pa që për një kohë ndoshta edhe ka pas raportime cilat nuk kanë qenë korrekte me këto grupe, po normalisht qeni sa ma profesional të mundshëm duke i qëndruar mbrapa gjitha parimeve të gazetarisë. Të vazhdojmë dhe ta bëj një pyetje lidhur me vazhdimin e kësaj çka e tha. A është i rëndësishëm edukimi mediatik i qytetarëve në këtë proces? Shumë. Pse po e them? Normalisht edukimi medial si departamenti i gazetarisë, unë jam pjesë tash e 4 vite si asistente angazhuar, po për një kohë shumë gjatë departamenti i gazetarisë bën thirrje që edukimi medial me u fut si lëndë obligative në shkolla. Pse bën thirrje? Për shkak që shumë e rëndësishme që qytetarët me u eduku edhe me u vedisu çfarë informacione me marr prej mediave. Në këtë rast edhe qytetarët pastaj ju japin e shohin cilat media më jap rëndësi, atyre mediave cilat normalisht publikojnë lajme cilat janë të sakta, janë të paanshme dhe janë përmbahen të gjitha rregullave të gazetarisë. Është shumë e rëndësishme që qytetarët ju zhvillohet ai mendimi kritik që para se me i marrë disa informata cilat me i ndajnë edhe me të tjerët, me pa nëse është lajm i besueshëm, është informatë sakt, nëse themi ose jemi në dyshime është informatë sakt ose jo, me i pa disa prej pikave, a ka burim ai lajm, a ka fakte ai lajm ose a ka autor ose autore lajmi, kështu që është shumë e rëndësishme që me u eduku qytetarët çfarë informacione me i pranu prej mediave, e në këtë mënyrë ndihmojnë edhe atë pjesën që mediat me ushtru sa ma shumë ose në mënyrë sa ma profesionale detyrën e tyre. Po sa janë të bë mediat këtë punë? A mendon që ka vend për përmirësim këtë drejtim nga mediat? Ka shumë vend për përmirësim. Duhet më jap hapësirë edhe më të madhe çështjes së edukimit medial. Normalisht na përmendëm më herët çush duhet me qenë mediat profesionale në mënyrë që me u rikthy besimi i qytetarëve dhe në momentin që mediat janë profesionale dhe qytetarët e kanë më të lehtë për shkak që nuk kam ju dashur. Mandej shumë me analizu lajmet e së artikujt për me pa nëse janë të besueshëm ose jo, për shkak që veç ndërtohet një standard sa më profesional i gazetarisë në Kosovë, që për fakt të keq për momentin nuk është që mund të themi që është në nivelin më të lartë, çush edhe duhet me qenë. Po flasim pak për paditë që ju bëhen gazetarëve nga individ caktuar, kur e shohim, na si Instituti i Kosovës për Drejtësi, ju e dini që keni qenë edhe pjesë, monitorojmë sistemin e drejtësisë, dhe shohim raste ku paditen gazetarët për punën që janë duke bërë, dhe kur ju preken një individi interesat, ai menjëherë padit tenton që ta friksoj apo ta ndaloj. Si e vlerësoni ju këto? Tash në këto padi që unë edhe padi slap, si e vlerësoni këta? Sa janë të rrezikshme për shoqërinë dhe gazetarinë në këto lloj padisë? Fatkeqësisht nuk ka dhëna të sakta të cilat tregojnë se sa padi slap ushtrohen në Kosovë brenda një viti. Është një raport i rrjetit ballkanik të organizatave të shoqërisë civile, të zhvillimit të organizatave të shoqërisë civile, cili është publiku vitin e kaluar, edhe aty thuhet se përjashtimisht pjesës që nuk ka dhëna të sakta se sa padi ngrihen brenda vitit, po dyshohet se janë rreth 20. Dhe nëse e marrim këtë shifër, 20 në fillim nashta mundet me u duk numër i vogël, krahasimisht me numrin e lëndëve të cilat janë në gjykatat në Kosovë. Po 20 padi slap brenda vitit janë shumë. Nëse llogaritim për 5 vite janë 100 padi slap, cilat ushtrohen ndaj gazetarëve, e cilët normalisht nuk e kanë bazën patjetër për me u fitu si padi. Ideja e ushtrimit të padive slap janë thjesht me i friksu gazetarët, me u ndalu, kryesisht ushtrohen prej personave të fuqishëm ose prej politikanëve, biznismenëve,
cilët thjesht pretendojnë që me i ndalu gazetarët në hulumtimet cilat janë të i bo qoftë për ta ose për institucione, organizata cilat ata janë të përfshirë, e që në këtë rast kryesisht lidhen me vepra penale që si që janë vepra penale të korrupsionit ose të krimit të organizuar ose veprave më serioze, kështu që ideja aty nuk është me fitu rastin e gjykatit, ideja aty është me friksu gazetarët, me ndalu ata me bo punën e tyre, duke pas parasysh faktin se sa shumë zgjasin lëndë në për gjykata në Kosovë. Imagjinoje tash një gazetar ose një gazetare. Sidomos padit civile që zgjasin më shumë si ato penale. Jashtëzakonisht shumë. Një gazetar ose një gazetar imagjinoje me qenë në ankth për disa vite, derisa ti përfundon lënda, për shkak që një person i cili ka ushtru padi slep ndaj tij ose ndaj saj po kërkon një shumë marramendse të parave si kompensim për dëmin që pretendohet se është shkaktu. Në një mënyrë është edhe ndërhyrje në lirinë e shprehjes, kështu që është kogja shqetësuese si situata ajo se çka po ndodh me padi slep në Kosovë, po që e di që të gjitha institucionet evropiane që merren me këtë çështje janë duke punu shumë që me gjetë edhe mekanizma cilët faktikisht janë në mbrojtje të gazetarëve. A do të pajtohesh që pa marrë parasysh që një gazetar që ka nisë një hulumtim apo tjetër dhe është profesionist dhe në asnjë çmim nuk do ta ndalë atë hulumtim, nëse i bëhet një padi e tillë do të ketë ndikim qoftë edhe ndikim psiqik te ai që ai të mos jetë më i njëjti, po të të veprojë njëjtë sikur ka vepruar para se ti bëj një padi e tillë. Dashtëm ose s'ndashtëm na ndikojnë ngjarje të tilla. Imagjinoj një gazetar ose një gazetare për shkak që ka raste që kanë më shumë se një padi slep. Për shembull, ka gazetare që ka mbi 10 raste, mbi 10 padi slep të ushtruara në gjykat ndaj saj, e që vlera që kërkohet është marramendse. Jemi të folë për shifra milionshë. Kështu që momentin që pa marrë parasysh edhe nëse e din 100% që padia ka me u hudh poshtë ose ka me përfundu në favorin tënë, jemi të folë për disa vite që kemi qëndru në ankth për shkak të një rasti gjyqësor e ku prej te kërkohet një kompenzim marramendës. Përveç asajna, normalisht frikosh edhe për gjatë hulumtimeve të tjera ose raportimeve të tjera në aspektin që a kemi pas edhe padi tjetër tash për shkak një hulumtimi që po realizohet. Gazetarët profesionist në asnjë mënyrë nuk ndalen në aspektin e ushtrimit të profesionit të tyre, po gjithsesi që ndikon. Nëse nuk ndikon në punën e tyre, psiqikisht ka me ndiku. Po flasim pak për inteligjencën artificiale e cila ka bën ndryshime të mëdha shoqërore, deshtëm apo s'deshtëm ne. Po si ka ndiku kjo në profesionin e gazetarisë? Po e tregoj një rast cilën faktikisht ka qenë edhe me disa studentë universiteteve të Ballkanit Perëndimor, gjatë një takimi cilin e kom pas, edhe i pyesa përdorin inteligjencën artificiale, jemi të folë për studentë viteve të para, viteve të dyta, edhe veç një numër i vogël i tyre thojnë që po për ndryshe, gjithë thojnë që jo. Edhe për një moment kthena dhe ju them, gabim. Dhe ndalen dhe ja nisin një ka një me tregu që përdorin inteligjencën artificiale. Ideja është që inteligjenca artificiale sot është ndihmë e madhe, po thjesht duhet me di qysh me u përdor. Normalisht, inteligjenca artificiale nuk e zëvendëson gazetarin ose gazetaren në asnjë mënyrë, sado që shpesh herë ndoshta ka persona cilët e thash ma herët që ka persona që punojnë në profesionin e gazetarit ose gazetares, po nuk e kanë të përfunduar fakultetin e gazetarisë, shkruajnë lajmet me inteligjencë artificiale dhe postohen, vrehen shumë, mënyra e shkrimit ose mënyra e përdorimit të disa fjalëve që nashta në jetën e përditshme nuk i përdoren, nuk e zëvendëson rolin e gazetarit, po thjesht duhet me ditë mu përdor për shkak që mundet me qenë ndihmë shumë e madhe. Çka është rreziku prej inteligjencës artificiale është që mundet me u bë manipulime të mëdhaja dhe mundet me pas shpërndarje të madhe të lajmeve të rreme, ose kemi pa shumë shpesh edhe fotografi të gjeneruara me inteligjencë artificiale, cilat janë të rrejshme, po thjesht janë shpërndar për qëllime të ndryshme, qëllime propagandistike ose qëllime të dezinformimit, manipulime të ndryshme, në mënyrë që thjesht qytetarët ose një grup të caktuar të njerëzve me ja alarmu për një çështje të caktuar. Na e dim që bazë të zhvillimeve
alarmohemi për çështje që mundën me ndodhë, qoftë azëm çështje në veri ose tash që kemi zhvillimet me kuvendin e Kosovës, po pikërisht në këto pika ose në këto tema cilat janë ato që ju interesojnë ma shumë një masë më të madhe, bëhen shumë ma shumë manipulime me inteligjencë artificiale. Po nëse dihet të përdoret, siç e thatë edhe ju, çfarë ndikimi pozitiv mund të ketë në profesionin e gazetarisë? Ke ndonjë shembull, diçka, çka mund të ndikojë pozitivisht? Mundet me ndiku në gjetjen qoftë të burimeve të ndryshme ose raporteve të ndryshme, botërore sidomos. Normalisht hulumtimet cilat i kemi bën në internet, derisa kemi arë të një ta zonë punim shkencor ose një raport i caktuar cilin na është dashur me e përdor, kemi kërku me orë të tona ose me ditë të tona. Sot inteligjencën artificiale nëse tregojmë saktësisht për çfarë teme po na duhen, neve na u shfaqet një listë me raporte ose punime të ndryshme, cilat normalisht nuk duhet me i marrë, që janë 100% të sakta, duhet patjetër me marrë dhe me i verifiku, për shkak që ju gjitha informatat cilat të servohen për inteligjencës artificiale janë të sakta. Kur e thash që duhet me ditë me përdorë është pikërisht kjo që jo thjesht me i marrë informata cilat të servohen me njëherë për inteligjencës artificiale, po duhet edhe në atë rast me u siguru që informatat janë të sakta, edhe burimet janë të sakta, edhe janë të azom raporte ose janë punime cilat patjetër mundesh me i përdor, po jo thjesht veç me i marrë si të me rëshqen edhe inteligjencë artificiale me marrë si 100% të sigurt. Ri, a ke diçka që mund ta shtosh që është në interes të publikut lidhur me profesionin e gazetarisë çka nuk u diskutua deri me tani këto mes nesh? Ajo që ka shpresoj shumë është që të paktën studentët e ri, normalisht gjithë gazetarët duhet që me pas ose me ushtru profesionin e tyre profesionalisht, po uroj shumë që studentët e ri edhe gazetarët e ri tjenë ata cilët e bëjnë këndryshimin edhe këtë hapin drejt një gazetarie profesionale dhe një gazetarie të zhvilluar në drejtim të mirë në Kosovë. Kjo do të ishte ndoshta ajo çka duhet të ndodhë dhe ajo çka do të ishte më e mira për profesionin e gazetarisë. E nderuar, faleminderit që ishe pjesë e këtij bashkëbisedimi. E ju shikues të nderuar, mirëmbëjtje.